Video në Durrës që kishte shpërndar gjyshja e 3 fëmijëve. E ndoqa. Çfarë mendoni? Kush ka të drejtë? Mendoj që ka të drejtë ajo gruaja, mendoj unë. Nëna e fëmijëve? Po. Mendoj unë, tash ndoshta edhe nga halli kalon fëmijët aty, po nganjëherë mendoj, nganjëherë dhe vihrat janë për të fut dreqin, për të fut zjarrin aty. Edhe ndoshta nga inati i djalit pse është ndaju me djalin me këto, ka dashur atë mendoj sepse Zot na fal, por nuk mendoj që një nanë të rrej fëmijët e t'i lojnë në atë mënyrë. Nuk mendoj. Bashkia ka vendosur që nënës t'i lërë kujdesarinë e fëmijëve dhe të sigurojë një punë me orar të shkuar. Është detyruar bashkia. Është detyruar bashkia për këto raste, sidomos për divorcet, për këto shteti, këto drejtoritë sociale që janë këto, duhet të vejnë dorë. Është e tmerrshme, për shembull një nanë me 3 fëmijë, pa burr, pa të ardhur, pa gjë. Këto duhet mbrohen. Të duhet mbrohen detyrimisht. Unë kështu mendoj dhe me thonë drejt unë ja loj fajin në vjerë. Nuk ka mundësi, edhe si kur e smur të jetë, edhe kafsha nuk i len të lindurit e saj në atë mënyrë. Unë mendoj që Po, në rrjetet sociale kanë vërshuar me komente kundër nënës, që është e pavërgjeshme. Ja, duhet të thellohemi në këto gjëra, po nuk mendoj. Nuk mendoj. Ajo tha ty burri ndihmon, po s'ka gjenje, është pa punë, tha dhe mjep në i lek burri. Varet në kuptimi që nuk i del Zot. Faktikisht tash nëna është nënë, po duhet me i dalë Zot të drejtës. Ai ndoshta nuk di arsyet e divorcit e këto mund të jetë dhe i plogësht, ai mefsht, ai pa Zoti, që ta shupa, ai duhet të ta zgjidhë tek te problem, do mund t'i thotë o nënës që je fajtore ose gruas po. Supozojmë tash me që ajo gruaja kishte lënë, po jati ku ishte jati që zvajti me humor me fëmijë? Pse qu fajtor vetëm t'jamën plaka? Pse nuk qu dhe t'jatin? Sepse ato fëmijë kanë bërë bashkë ato. Edhe i biri i plakës, tha është fajtor, nëse gruaja ka lënë fëmijët aty. Kështu mendoj unë. Kështu mendoj unë. Po fakti që gjyshja e fëmijëve e bëri publik rastin. Çfarë mendoni se e bëri publik, sa publikoi në rrjetet sociale? Unë them nga inati prej nusës. Dhe duhet të pranojmë që një konflikt është filozofik, është tradicional, konflikti re e vjerë. Dhe unë gjithmonë prapë në këto konflikte fajtor mund t'jenë të dy palët, po zakonisht unë u bëj fajtor vjerët. Vjerat edhe kur nusja nuk është tamam, vjerat duhet gjejnë mënyrën, tolerancën të gjitha, se me rejën nuk duhet përplaset vjera në këtë mënyrë. Unë ndoqa dhe me bëri shumë përshtypje dhe ndoqa dhe përgjigjen dhe pash që ajo ishte një farë femre, nuk duhet se ishte budallaqe, nështë ka qenë e detyruar, ka gjithë një punë që s'ka pas mundësi të rrinë tek fëmijët. Mendoj, megjithatë më saktë mund të sqarohet, po unë kështu mendova, unë kështu e mora. Fillimisht e urreva atë femrën, që kishte lënë fëmijët ashtu, por kur doli që ajo po të ishte një femër e tillë që megjithëse kishte nuk dilte të jepte deklaratën në rrjetet sociale. Nuk dilte fare. I shmangë rrjeteve sociale ajo për të dhënë një deklaratë për gjendjen që ashtu. Kështu mendoj unë. Gjyshjen e fëmijëve që shpërndau videot është një shtëpi që ishte lënë në gjendje të rëndë. Po, e ndoqa po pak, të them të drejtën. Maj sa keni ndjekur, po t'i jepni të drejtë. Se di se e ndoqa shumë pak. Tash ajo nëna e atyre doli vetë më duket, e tha që s'është e vërtet ato që thot gjyshja. Gjyshja thoshte i ka lënë kështu e nuk e di. Nuk e di. Nëna thoshte që është në të gjendje për shkak të kushteve ekonomike të vështira dhe për shkak të përmbytjeve që ka ndodhur. Po, ashtu tha. Po. Ashtu tha. Nëna vetë. Gjithashtu ka hedhur akuza edhe se gjyshja e fëmijëve ish vjera e saj, e ka bërë vetë ato rrëmues. Ndoftë edhe e ka bërë vetë, kupton, edhe e ka bërë vetë, nuk e di. Kështu tha ajo, kështu tha kjo nëna e fëmijëve dhe nuk e di, domethënë, cila është e vërteta. Se di. Tani mendoj se sakrifica ka kudo, domethënë. Edhe ajo është e detyruar të vejë në dy punë se ishte me qira me sa dëgjova. Tash gjyshja e ka kap në një moment që unë kishën gjithë ditën ajo ose 2 ditë, aty ishte rrëmuje madhe, nuk e di, mund t'ja ketë bërë e kastile, nuk e di. Ndërkohë bashkia ja ka lënë ende kryesarinë nënës së fëmijëve. Po shumë mirë ka bërë. S'ka pse ja merr. S'ka pse ja merr, shumë mirë ka bërë që ja ka lënë nënës.
Do me thënë të vërtetën nuk e di. Qatë them nuk... Po babai i fëmijëve. Ata më duke se ishin ndarë Po, apo jo? ishin të ndarë, po sigurisht ka përgjegjësi për fëmijët, se janë Ka, fëmijë të tjerë. normalisht që ka. Ai mund të përgjigjet nga ana financiare, mendoj. Se dia i përgjigjet nënës të fëmijëve. Edhe takimin e radhës që ka për kujdesin e këtë mund të bëj baba, çfarë mund të bëj? Derisa ja ka lënë gjykata të jemës, Fëmijët kishin 1 muaj pa shkuar në shkollë. pa shkuar në shkollë. Po. E se nuk e di rastin, e pak Fëmijët fare e kishin kam 1 muaj di. pa shkuar në shkollë. Aha. Edhe kishin 3 ditë sipas gjyshës së fëmijëve që ishin pa ngrënë dhe ishin vetëm në shtëpi. A mendoni se babai duhet të ishte interesuar për fëmijët më Duhet herët? ishte interesuar. Edhe babai, edhe gjyshja, pse vajti pas 3 ditësh, le të shkonte për ditë, ti shikoj. Ku di unë, nuk e di. Për bërja e rastit publik. Mirë u bëj që u bë publike, Pse mendoni? sepse mund të përfundonte më keq. Mendoj ju, është mirë që bëhet publike, se mund të përfundonte më keq. 3 ditë, mund shkonte 1 javë ata fëmijët vetë aty, është bërë mirë që është bërë publike, po të vërtetën nuk e din. Unë për vete një pak fare kam, sot e hapa një qike lexova, kaq, s'di çfarë them domethënë. Publike është u bë mirë që u bë. Kështu. Ron Paul. S'kemi shtemë. Tani më nënë dhe fëmijë. Bashkia e Durrësit e ka lënë kryesarinë sërish nënës. Po. Mendoni se ka bërë mirë? Si nuk vati tash. Sa ti ç'a javim, nuk e di ç'a javim. Durrës që një nën kishte akuzohet se kishte lënë fëmijët vetëm për 3 ditë në shtëpi pa ushqim. Po e pas, po jo e pas për Ti qip jepni të tash. drejtë. Ha? Ku ti jepni të drejtë? Vjerës që akuzonte nusën apo nusa që thoshte që e ka bërë ajo se nuk e kam lënë shtëpinë atë gjendje? Të dyja njësoj janë. Për mu, të drejtë që ka me dhonë nona e lërfmit, nëse ka pas një të dashur. Edhe vjera, i ka një pajnë besa të 2, të 3. Edhe kush e ka fajnë tani? Tash më sujti më kush e ka fajnë. Bashkia ja ka lënë kujdestarinë sërish nënës. Ja kalon kush dhe tani sërish nënës. Po që ka bo bashkia për atë nënë? I ka siguruar një punë tetorarshë dhe e ka vendosur në një kurs prindërimi. E fmit pushiman? Gjatë tetorarëve që do jetë ajo në punë, Po? do jenë në shkollë fëmijët, janë në shkollë. Po në rregull, tash tetor shkollë nuk ka këtu. Do të thotë që prap edhe bashkia me fjalë në bashkë. Unë kam jetu jashtë, edhe jetoj jashtë. Në për këto situata futet me fjalë ka zyra e të drejtave të fëmijëve. Po këtu nuk ekziston. Shërbimi social, ekziston. Shërbimi social. Po ekziston, po është ekstra për fëmijë. Janë me fjalë institucione të ndara nga njëri tjetri që janë ekstra për fëmijë. Për fëmijë deri në kur lindin deri në 16 vjeç. Janë në për shembull në Gjermani thonë Jugendamt. Ato me fjalë fëmijët, me fjalë ka përgjigje direkt Jugendamt. Po jo sistemi që ashtu se unë kam pas këshin time, jo sistemi që ashtu me fjalë për fëmijët ajo. Ajo Jugendamt, mas shkollës të fëmijës kanë një vend grumullimit që i grumullon fëmijët derisa të shkojë ti marrin nona prindit e tyre. Ka që isha motra. Po babai i fëmijëve. Baba fëmijëve është një legendë nga si gjë tjetër, baba fëmijëve. Ndoshta ka rënë dashurimin e tjetër. Edhe shtrëngon ajo tjetër, ose ka fëmijë tjerë. Si thuti? Po gjyshja bëri mirë që e bëri publika atë video? Jo, shumë mirë bëri. Unë mendoj që shumë mirë bëri, po varet se çka ka gjyshja mrapa. A ka gjyshja me fjalë është gjyshje që don fëmijët, që don i patemesat, apo është gjyshje me fjalë që ka problem me gruan.